Do të mbetemi tek i njëjti argument, do të lidhemi në këto momente me kolegun Sokol Bregu. Sokol, përshëndetje, faleminderit që me ne. Faleminderit ju për ftesën. Arme dhe municione, thot policia për grupet kriminale. Çfarë po ndodh? Po në fakt është një aksion për të përshëndetur, është një aksion goxha i mirë. Pikësynimi kryesor i policisë, sidomos tani në verë që pritet si gjithmonë të ketë ekzekutime për shkak edhe të rrethanave të caktuara, shkaqe të ndryshme, është goditja e bazave ku ata armatose. Kjo nuk ishte para, kryesorja ka qenë ajo në pushkruj të një prej personazheve më të kërkuar nga policia në këto momente, Ylli Zalla, i cili për policin mbetet numri 1 i bazave të armatimeve për shumë grupe kriminale. Edhe në goditjen e fundit i kapën me ditë sërish armë, vetëm gjatë vitit fundit mund të jenë kapur 3 baza. Ajo që lidhet me pastaj me Manzën, se edhe pse i arrestuar një 18 vjeçar, nuk është arritur të identifikohet njeriu i vërtet pas tij. E megjithatë kjo pak rëndësi ka që armët të bllokohen, armët të sekuestrohen e të shkatrohen bazat e armitimeve. Duhet kuptojmë një gjë që Shqipëria është në një ose grupet kriminale shqiptare në një rrugë pakthim. Ekzekutimet që kanë ndërmend për t'i kryer, ata nuk heqin dorë në asnjë moment për t'i kryer ato. E për t'i parandaluar, nuk mundet të ruash me qindra dhe me mijëra persona të cilët në një moment të caktuar do donin të kryenin detyjsi, të bënin akmarrje, të kryenin gjakmarrje kështu me radhë apo për të ditur kundërshtimin e tyre. E vetmja mundësi për t'i parandaluar krimet është që në rrugë operacionale të merren sa më shumë informacione të lidhen me armatimet. Sot nuk është më si dikur kur një armë mbahet nga grupet kriminale për të kryer shumë krime. Sot për çdo krim të vogël që kryet, arma digjet e në kështu në këtë lloj forme ata kanë nevojë gjatë gjithë kohës të kenë nevojë për të furnizuar me armë. Ndaj goditja edhe pse duken kështu si aksione të vogla, aksione të cilat nuk bëjnë shumë bum në media, në shoqëri, nuk gjejnë dot në një hapësirë të mundshme për të trajtuar. Prapë të mbeten goditjet kryesore që i jepet krimit organizuar, sepse pa armë ata nuk mund të kryejnë krimet e tyre. Është sofistikuar krimi dhe gjithmonë kur e përdor një armë, qoftë edhe një herë për një krim sa do të vogël, i shtyp dhe i shkatron ato dhe kështu nevoja për armatim është gjithmonë në Shqipëri është gjithmonë e madhe. Sokol, cilat janë zonat më të përfshira në këtë trafik dhe si funksionon lidhja e këtyre grupeve me grupet kriminale që ndoshta kanë nevojë për armatime dhe municione? Grupet kriminale nuk funksionojnë si shteti shqiptar ose si policia, po grupet kriminale nuk kanë nevojë për transferime, dokumentash, informacionesh e tjerë. Hapet fjala që dikush ka armë për të shitur dhe të gjithë marrin informacionin në një kohë, po themi, e cila shpërndahet në sekonda, me minuta. Nuk ka burokraci mes informacioneve që krimi organizuar shpërndan me njëri tjetrin. Në këtë lloj forme nuk është e vështirë për gjetur bazat të trafikut, bazat për blerjen e armëve. Ndërsa pjesa kryesore atyre që merren me trafikun e armëve, Manza përmendet për herë të parë, edhe pse në Manz mos harrojmë që ka goxha grupe kriminale rreth rrotës, Shiaku vazhdon të jetë një ndër qytetet, edhe pse në Shiak nuk ka kur krime, por grupet kriminale janë të vendosura aty prej kohësh. Por zakonisht ata furnizohen siç e thash në Pushkruj. 2 janë qendrat më problematike aty ku ka më shumë armë për të furnizuar të gjitha grupet kriminale shqiptare. Shkodra dhe Pushkruja. Pushkruja në së tepërmi se armët ka lëndët eksplozive, ndërsa Shkodra ka gjithmonë grupe të cilët trafikojnë, kuptohet nga Malizia apo nga Serbia, armë të një cilësie të lartë, pushk me qitje të lartë që mund të realizojnë qitje të lartë,
pistoleta të një cilësie goxha të mirë, kryesisht Glock, të cilat mund t'i gjesh. Glock është arma që përdorin më shumë në këto kohë grupet kriminale shqiptare, por edhe armë të tjera, pushtet sidomos, ato që janë më të rrezikshme, të cilat kryejnë edhe qitje nga larg, sërish gjenden po në Shkodër. Nuk duhet të harrojmë që baza kryesore e sjelljes së armëve mbetet Kosova. Unë nuk jam në gjendje të përcaktoj qartë se pse Kosova ka kaq shumë armë dhe nga vijnë, ato nuk janë armë të vjetra, por nuk janë AK-47 apo një gjë tjetër që në rastin konkret që është tapur në Mans, duhet të në Mans, armët janë të vjetra dhe nuk i përkasin kohëve moderne. Por nga Kosova në Shqipëri zakonisht vijnë Glock edhe janë të shpërndara shumë, ka bazë shumë të madhe në Kosovë. Nuk e di si futen në Kosovë këto armë, por ajo është pika kryesore nga cilat furnizohet Shqipëria me armët moderne. Është ndjerë kohët e fundit një shkëmbim madh me madh, i cili i bie kokainë e nisur nga Shqipëria dhe armë të nisura nga Kosova. Shqipëria nuk bëhet pazar me para, por bëhet në ndrimin e tyre si bien dakord grupet kriminale. A mundet që policia përmes zbulimit të këtyre bazave dhe arrestimit të personave të shkojë drejt grupeve më të strukturuara kriminale, ashtu si kundër edhe pretendon vetë policia? Nuk mund të shkojë, sepse grupet kriminale nuk mund të... Këto janë përpjekje për mos i lënë ata të furnizohen, të fuqizohen e kështu me radhë. Por nuk mundet, në të vërtet, duhet pranojmë që nuk mund t'i godasësh kaq thjesht vetëm duke i lënë pa furnizim me armë. E mira është që të goditën gjitha bazat kriminale cilat tregtojnë armë, edhe pse duket kështu sepse e ulin gjithsesi numrin e krimeve në Shqipëri. Por kjo nuk do të thotë që është një goditje jashtëzakonisht e madhe ndaj grupeve kriminale, sepse duhet thënë që kur grupet kriminale nisen për të kryer një ekzekutim, herët avon do ta kryejnë. Ata e mendojnë një krim me vite, kështu që nuk është një gjë që mund ta parandalosh, nuk është ata janë në alert për të kryer këto vrasje, gjithmonë vrasjet do të ndodhin. Ajo që është e rëndësishme është identifikimi i autorëve mbi të gjitha, por edhe informacioni nga informatorët, pra nga rrugët operative për armët që janë në shesh. Nëse shumë të këto armë janë larg atyre njerëzve të cilët furnizohen me armë pa pasur një qëllim. E ky është një problem shumë i madh në Shqipëri. Shpeshherë kemi parë të rinj të cilët s'kanë arsye pse të kenë armë në makinat e tyre, të kenë armë me vete, të kenë armë në shtëpi, sepse arma dashur pa dashur është një burim krimi, burim i akteve të rëndë. Armët natyra janë gjatë nxehtë, e po të mos kenë armën atë gjatë nxehtësinë, minutat e para të gjatë nxehtësisë, mund ta përdorin me fizik. Pra, nëse do kemi konflikte fizike, ato nuk krijojnë ngjarje të rënda. Por nëse do të shpërndashin armë të gjitha të rinj, sidomos të rinj që sot e kanë kthyer në mod blerjen e një arme pa ndonjë qëllim, pa ndonjë arsye, thjesht është futur si snobizëm kjo, histeria e madhe të rinjve për të patur armë, to pastaj krijojnë probleme shumë të rënda në shoqëri. Ndërkohë, Sokol, ndalem në një tjetër rast, pak ditë më parë u zbulua një skem vjedhjeje në filialin e postës në Durrës. Janë vjedhur rreth 700.000 euro nga fondi pensioneve, ndërkohë është arrestuar drejtoresha dhe 2 vartëset e saj. Deklaratat e tyre, sa të besueshme i ke parë? Në fakt unë pash dje u vlerësua dhe masa sigurisë për tyre. Drejtoresha ngeli në burg, ndërsa 2 punojëset e saj mbetën në arrest shtëpie, edhe pse mendoj që faji tek to është më pak. E shoh këtë çështje si shumë alarmante. Për të përdorur ironinë therse, do të thoja që drejtoresha e kishte këtë si një akt takmarrje ndaj qeverisë që nuk rrit pensionet dhe zgjodhi kasinon mase i dyfishonte të rriste pensionistëve në Durrës. Problemi është që
i la ato para dhe krijoi një bosh shumë të madh në postën shqiptare. Kjo është për mua hyn te krimet më të rënda që mund të bësh se ne po flasim shumë shpesh për korrupsionin në Shqipëri e tjera me radhë, por guximi i kësaj është jashtëzakonisht i therrës, një guxim, po di unë, nuk mundet që të futesh duart në arkën e shtetit edhe të largohesh aty, domethënë këtë nuk e di, a ka në një vend në botë që mund ta bëjë dikush. Nuk e di, a është rrëmbyer nga lojrat e fatit apo është përduluese se është vërtet gjëna, një nën me 6 fëmijë nuk e di se si mund të kryej një krim të tillë, domethënë nuk arri dot ta kuptoj dhe ta imagjinoj. E po ashtu si unë, kanë mbetur ta bidur shumë qytetarë në Shqipëri sepse shohin ardhimet ndaj saj. Për herë të parë që kam parë në një vjedhje të mënyrës së tillë, ishte një djalë i ri i cili përpara 4 vitesh punonte në një bank dhe mbushte këto bankomatet me para. Dhe një ditë shtune që ju caktua të mbushte bankomatet me para në një bank të caktuar. Nuk i mbushi fare apo, i mori me vete dhe iku për Amerikë. Edhe nuk u gjet kurrë. Mirë po gjithsesi, vjedhja e tij ishte një vjedhje e një banke e cila mund të arrijë që deficitin e madh që i krijoi një punonjës së saj, ta mbuloi me duke qenë se shpitin prur, se bankat private gjithmonë kanë vjedhje nga brenda, ka njerëz të cilët e vjedhin atë në sasi të tilla. Po të vjedhësh sepse mase aty në bank auditi duhet dhe me vonesë, ka mundësi shumë herë më të ndaja, etj. E lidh aty sepse edhe posta shqiptare tashmë shtyr në një bankë, është modernizuar jashtëzakonisht shumë. Është shtyr në një bankë të vërtet sepse aty paguhen me qindra milion lek nga qytetarët. Shqiptarët i besojnë shumë postës shqiptare duke paguar aty energjinë elektrike, faturat e ujit, faturat të tjera. Mjaft shërbime në fakt, e drejtë. Shumë shërbime dhe kanë besim, nuk kanë besim në njësitë e tjera të shërbimit. Dhe prandaj ka buxhete shumë të mëdha posta shqiptare. E kur e kam dëgjuar këtë, domethënë nuk arrit ta kuptoj sepse pikërisht auditin e një poste siç e kemi ne, nuk mund para do mungojnë dikun se janë me faktura, janë dokumenta. Nuk është e vështirë për t'i gjetur kush i mori. Aty pastaj ka probleme shumë të mëdha brenda degës së Durrësit, e cila ka funksionuar drejtoresha që ka ushtruar presion ndaj punonjësve të saj që t'i japin mundësinë të ketë të drejtën për të marrë para nga arka. Është një ndër krimet që mendoj unë që ja kalon krimeve të tjera të cilët Shqipëria është mësuar të ketë dëshirë për t'i lexuar, për t'u informuar, që kanë lidhje me vrasjet, kanë lidhje me trafikun e armëve, etj. Ky duhet të ishte, mendoj unë, shqetësimi më i madh sot i gjithë qytetarëve, se si një punonjëse, një administratore mbi gjitha, që duhet i shërbejë qytetarëve, jo që nuk i shërben, por u djetë edhe të drejtën e pensionit. Nuk e di me çfarë mendje ka kryer një krim të tillë dhe sidomos në mënyrën se si ka shpenzuar ato punë. Sokol, falenderoj për minutat që ishe me ne. Edhe unë ju falenderoj.